të SHBA-s, është njëri prej qytetarëve shumë aktiv për çështje të caktuar, kritik dhe për gjithçka që nuk është mirë ta thotë në sy, ka pas fatin dy herë ta takoj. Qartë. Është i jashtëm. Edhe e përshëndesim sepse kemi shikues të rregull, jo vetëm ato, por gjithë sidomos andej Atlantiku. Duhet me tërgu dhe një anë tjetër tinaj. Sa kam qenë pjesëtar i shoqërisë civile, kam pas këto raporte të mira me ta. Në momentin kur kam hyrë në garë për politikën, kam marrë ofendimet ndoshta më të mëdha dhe kam marrë pikësh për atin njeriu. Pse? Nuk e di, ai duhet me ditë. Nështë ka orientim politik këndej. Orientimi politik nuk të bën me ofendu dikën. Për shembull, sikur sot unë isha kundër dikujt që ofendoi dikën, ose është e çuditshme se agroni nuk ofendon. Ja, po. Përbes tash. Ai në kundër një gjuhë ofenduese, fyese që përdoret në rrjetet sociale. Shiqa, rrjetet sociale. Po shoh edhe paralajmërimet pa na fyje, pa na shoh dikush. Shiqa, në rrjetet sociale është problem. Une i kisha po e flas video selfie të cilët jam duke i bërë dhe çka më thon për shembull ko marr fyrje lavdata nga 1500 komente të cilat i kam pas. Ka me qindra fyrje që bën. Tashmë ne jemi mësu sepse jena persona publik dhe duhet me mësu me çështje të cilat... Oponenca politike thotë se këtë gjuhë edhe këtë mënyrë të komunikimit e ushqeni ju si parti politike. Oponenca politike mundet me thonë çka do, por ne dim prej vitit 2000 se kush e ka ushqy këtë gjuhë, mas parë. Prej vitit 2000 derisa s'ka dalë vendosja në skenë e vërtetë është ajo, se e ka bërë të tjerët. Po kur ka ardhur vendosja. Do të thonë e kemi ushqy, do të thonë kjo veç ka qenë. Po pra. Edin, jo, unë nuk besoj, unë po e them që partitë politike edhe në Kuvendin e Kosovës para sa kam përcjell si gazetar, e kam pa që ju e dini sa agresive ka qenë skena politike nga viti 2001 deri në vitin 2080. Do të thotë aty ka pas edhe dejte armë, janë kapë edhe armë nëpër vende politikan, ndërsa ne nuk e bëjmë këtë. Me armë, nëse në gjujtë dikën me një aheng privat, qka tjetër, s'duhet me tolerua sot armë dhe njëri tjetër. Ja, ka pas kërcime të tilla të tipit të ndryshëm, deri në Kuvendin e Kosovës, por edhe lëvizjave të vendosje